qohen. Edhe unë besoj që për këta 7-8 muaj një qeveri gjithë përfshirë se do të mund të bënte shumë ma shumë në qoftë se dakordohej në objektiva caktuar dhe në njafat, se sa për shembull ta kishim qoftë një qeveri, qoftë Albin Kurtit, qoftë ish bllokut opozitar deri në mars. Çfarë do të bënim? Çfarë do të bënim deri në mars? Ata bajnë një qeveri deri në mars së bashku me PDK-n dhe ta ngrisim prap lëvizjen vetëvendosje e cila do të dilte prej tani, sepse ju e dini sa mirë zoti Kurti del me lutrolin. Ato janë kalkulime atëherë që i bëni ju. Jo. Po ato s'na interesojnë, ato janë kalkulime elektorale t'juja. Dëgja, nuk janë kalkulime elektorale pre? Jo. Ato janë kalkulime pastaj. Dëgja. Po dhe, po... Jo, zoti Mushkolaj, se duhna me undal pak me elaboru këtë kalkulimin që po e beni. Sepse deri me tani... Po mu se më intereson arritet Albin Kurti, shambull. Ty t'intereson se merr pjesë në zgjedhje. Ty atë intereson... Jo, mu nuk më intereson... Çka t'intereson? Unë jam ka foli parimisht. Çka t'intereson Mu nuk më intereson me pa interesin e LDK-s ose PDK-s ose të vendosjes, cila parti pas ka mu rrit mas zgjedhje. Pse më intereson mu? Dëgja... Jo, ju intereson juve zoj se jeni parti politike. Kur ta bëjnë një parti, më intereson. A e dini pse më intereson? Sepse unë mendoj... Po jem politik. Po, apo më lën tash, apo veç nëse ka mundësi që të shprihem. Jo vetëm pse jam parti politike, po për argumentet që i kalem deri me tani, sepse ne besojmë se Kurti është i dëmshëm. Mos e merrni qeveri tranzicionit. Mos e merrni, çu e merrni njërin në dëmshëm qeveri tranzicionit, zoj. Çu po doni me bën ndryshimet në arsim për 6 muaj, 8 muaj me Albin Kurti në dëmshëm qeveri, m'fal. Kur s'keni mujt me bën mandatet plota ndryshime në arsim, keni qenë vetë ministre. Ma ju lutem. Jo, bre kam qenë ministre, po kam qenë 3-4 muaj ministre. O s'ka lidhje, edhe 4 vjet, edhe një muaj e tjera. Domethënë, ju lutem, mos ma shitni si diçka të mirë, qeverinë e tranzicionit me vetëvendosjen mbrana, me kry do punë të mira, kur që 4 vjetin e ka thoni këta nuk din, këta bojnë keq. O shumë problem, zonja Bajrami, kjo qasje për mu. Nëse është e keqe, ju duhet me eliminu. O, zoti Mushkolaj. Mos mu marrë me Albin Kurtin. Se s'pe pranon, një shembull, që ju keni frikë me shku në zgjedhje, e para. Problemi i dytë, Ermal, kanë probleme LDK-ja shumë mrena, zonja Bajrami. Nuk ka vetë zonja Geci, Ermal. Jënë numër deputetësh atje, që janë të përqarma në LDK-s, për shkak asaj që kanë ndonë LDK. Për shkak të skemës votav diaspore, zonja Bajrami, për shkak të paknacive shumë të mëdha që në shfaq, prej Abdullah Hotit e tutje. Unë që kam dëgju qëndrim për këtë çështje, kisha dash një qëndrim për josh, për shkak se po flasim për LDK-n, kështu që më fal lutem, po së ndërpreva. Ti po ma bani temë, dhe ma ndaj s'po m'len asnjëherë s'po m'len me të përgjigje. Do ta keni kur. Do më thonë, që shëshone qeverinë tranzicionit, unë e shoh veçanërisht në ratë të parë për interesat e LDK-s. Me ble kohë deri sa të rikuperohen problemet brenda LDK-s, zoj. Ju i dini sa problemet i keni, m'fal. I dim edhe na, se shtu jetojmë. Kështu që, ato kanë linë 5 skemës organizume për 10 votav diasporës, i kemi pa mesazhet që janë ndonë publik, debatet e juja, më intereson e qëndrimi ju i tash për qëndrimin e Abdullah Hotit, për kërkimin e përgjithësisë që LDK-ja ka hu për shëndit e treta, a i kene kërku një Mrap Digjikut përgjithësi, nëse po në qfar forme, nëse jo, kur do t'i kërkoni, dhe nëse do t'i kërkoni, kur do t'organizoni kuvendin, qaj me dhonë përgjithësi.